Që një ngjarje interesant po e përmende. Një nanë me një fëmijë, një gru pa burr, e vej, me një fëmijë i jetim, që është ndoshta prej sprove më të rënda, prej vështirësive më të mëdha, që nona me rrit fëmijë pa babë, domethënë nona pa burr me i rrit ata fëmijë. Kësaj me bo me i qilu edhe fukarallahu nga e bon jetën hala ma të vështirë. Veç, po thëmë, veç vetë mohimi i nanës, veç dashnia e madhe e nanës për fëmijë mundet me i përbalu këto vështirësi. Një nanë me një fëmijë po jetojnë në terasën e një shtëpie. E kanë avit dyqysh një farë dhome me 4 murna, por nuk kanë arrit me aqit kulmin. Do thonë një mbo 4 murna, edhe një derë për i drunit, po kulmin me emlu, s'kam pas me qka me emlu, edhe erdh koha e vjeshtës, koha e shiut. Edhe një mramje, po fillon me rashi. Ajo non po e shes se s'ka me qka me embulu fëmijën e vetë, për veti ma nuk po e ka shumë gajle. Edhe qka ka po, a i fëmija është avyt në gjinin e nanës vetë, për me u strehu se prindi, do në thotë është streha kryesore, që Allahu e ka po për fëmijët, sidomos kur janë të pafuqesha. U avyt me u strehu edhe a e nanë po e shes se shiu s'po nalet, dhe shpo shkon të u rritë ma shumë. Qka boni? U që edhe e hjekja derën e drunit për i venit. E mbështeti për një muri, edhe e futi fëmijën e vetë nër strej. Për vete prapë se kish gajle pse po e lagë shiu. Edhe duke najtë fëmija nër atë strej aty, e qiti kryt edhe po i thot nanës vetë. Po i thot oj nanë, e ata fëmijë që janë fukara, edhe ato nana që janë fukara që s'kan derë me e qitë kështu të shmaqit e ti, që kalojnë natën sote? Fëmija, në atë gjendje, po ja bën gajle, thot ata fëmijë dhe ato nana që janë fukara. Kur i thot dikush dikujna fukara, qka menon për vete? Për vete menon se është zëngjim. Tash paramendo, a i fëmi në qfar komoditeti ka jetu. Aty s'ka komoditet heq, mirë po, bindja e ti se a është zëngjim, pse se ka ndoshta dikush që as qato, as sot të drasa nuk i ka, për mja prit pak shiu.